Kam bitryes 4 vëllime. Ju i pat me tavolinën time dhe më thatë që ky është një libër i rëndësishëm. Historia e luftës antifashiste nacionale shqiptare, vëllimi i parë, vëllimi i dytë, vëllimi i tretë, vëllimi i katërt. Kaq janë? Po. 4. Unë i kam gjetur ato në rrugë, jo duke u shitur në rrugë. Dikush i kishte marrë, do t'i hidhte, më thënë e kishin dhënë për t'i hequr, për t'i hedhur diku. Dhe mua ma kapi syri lufta. Thash, të pyes sa kushton, sa po e panë që unë kisha vëmendje ndaj këtij libri, me njëra që do hitem tha bëjnë 3.000 euro. Po prit, më thash dale, ç'bëhet. Si përfundimi bleva 30.000 lekë, shpëtova nga hedhja. Më tha që është një libër i rëndësishëm. Në kuptimin çdo libër është i rëndësishëm, po i bër mirë, i pranueshëm për historinë. Po. Kështu që bëra mirë që shpëtova nga hedhja. Edhe Ben Fisher ka folur mirë për këtë libër. Ka vlerësuar, bile 20 vjet më parë kur ka folur, ka thënë se ky libër më i miri që është botuar deri tani. Dhe në fakt sipas meje ende nuk është ka përsyer. To themi kështu si botim. Po ai natyrisht ka vulën e kohës. Është 84. Po. Është 84 deri në 86-89. Po yjet pashuar që ishin dikur? Yjet e pashuar. Ato yjet pashuar janë bërë në vitet 70, 60, 70. Po ai nuk është tekst historik. Ai është një publicistik fakt më shumë. Vërtet? S'e kam ditur këtë, sepse mbaj mend kur isha e vogël, më kujtoha aty yjet pashuar dhe kujtoha se ishin ngjarje reale. Pse ato nuk janë reale? Jo, reale janë, po janë reale pa referenca, pa... Kuptoj, janë tregime. Po tregime, kujtime, ka edhe dokumente aty këtu, ka edhe të tilla. Kurse këtu kemi të bëjmë me një libër që ka referenca... A kjo është historike, domethënë. Nëse yjet pashuar është narrativ, është tregim, kjo është... Po kjo është histori. Veçse kjo ka problemin e ideologjizimit. Po, të kohës. E kohës, dhe 84. Në fakt një studius, po edhe një lexues i rregull i kupton dhe mund t'i shmang ato. Në kuptimin, ti mund të flasësh në një mënyrë, më thënë, thua të vërtetën tënde, me pak fjalë, në libra të tillë. Po. Po gjithsesi ti ke çdo gjë, se këtë po shikoja, ke fotografitë e kohës, ke ngjarjet, ke data. Unë po kërkoja, unë prandaj mora, sepse po kërkoja për dokumentarin dhe më duhej 43-shi. Dhe gjeta çdo referencë, gjeta gjithçka. Ktu ishte gjithçka. Është gjuna që e çojmë për skrap historinë e këtij vendi, është shumë gjuna. Do duhet folur. Do vi një kohë që do flitet për te propagandës, kam përshtypjen që ka ardhur. Po gjithsesi, do vi një kohë që do na duhet ta ndryshojmë narrativën, por ta përdorim atë që kemi. Sidoqoftë, edhe këto 30 vjet janë bërë studime për luftën antifashiste nacionale shqiptare. Ashtu si janë bërë edhe kundër histori. Fakt ka pasur e prodhuar edhe kundër histori. Po edhe histori që ka quar më përpara arritjet e historiografisë shqiptare për luftën ka. Si do e përgjigjesh ju atyre që së fundmi dhe së hershmi në këto vite kanë folur për luftën, duke i quajtur luftën nacionale shqiptare, luftë civile? Këta që e kanë quajtur luftë civile, në fakt, nuk kanë të drejtë. Një vend i pushtuar nuk mund të zhvillojë luftë civile edhe i pushtuar. Edhe teorikisht, edhe praktikisht, nuk mund të ndodhë kjo. Ose duhet lësh luftën kundër pushtuesit dhe të merresh me njëri tjetrin për pushtet, ose duhet luftosh pushtuesin. Po nëse një palë lufton pushtuesin, para se të qimetet, o të luftoj kundër teje, o të bashkohet me pushtuesin. Dhe në fakt, tek ne konkretisht ndodhi që një pjesë e mirë. Po, ndërkohë regjia këtu më shoqëroj me të gjitha fotot që kemi, të gjitha fotot është si e dobët, kuptohet, por gjithsesi ne do duhet të shfaqim çdo foto që kemi gjatë gjithë emisionit. Edhe duke i prezantuar, për shembull, kush është në këtë foto? Haxhi Lleshi. Haxhi Lleshi. Po, të gjitha fotot i kalojmë. Do të flasim për të kur të vijë momenti. Patjetër. Gjëja që unë dua gjithashtu si pyetje të përgjithshme këto të fillimit është që, për shembull, kush e drejtoi luftën? Do thënë, ne e pranojmë tani në televizionin shqiptar dhëut që lufta. Të them edhe diçka për atë punën e luftës civile. Po. Në shtator, Abbas Kupi krijoi një qeveri në hije, ose qeveri malje quhen taj, bashkë me Fiqerdinën e me të tjerë, dhe kërkoi nga ata misionarët britanikë që thonë mbështesin me armatim e municion. Dhe ai misionari britanik bëri kërkesë shtabit alat që të hidhin armatim e municion atij. Është shumë interesant.
dokumenti që ka prodhuar Komiteti i Politikave të Shtabit Aleat me Zot. Jo, thonë ata. Sepse ky as ka luftuar kundër gjermanëve, as po lufton. Ky i do këtë armë që pas lufte, të lufte kundër partizanëve. Për pushtet. E për luftë civile. Është një dokument kjo? Po. Dokument i votuar. Kanë votuar Roderick Valej. Pra, si që she, edhe ata e kuptuan, e këshin kuptuar edhe më kohë. Që me 17 dhjetor të 1943, generali Davis i kërkoi Londrës që të mos mbështeteshin ballistët, bile të stigmatizoheshin se ishin bashkëpunëtor. Ai bile në kujtimet e tij ka thënë diçka interesante. Pasi arrestuan ballistët atë e kapën në mal, e pasi edhe kishin plagosur, e quan në rrugë aty afër Elbasanit për ta dorëzuar te gjermanët. Dhe dorëzuan te gjermanët. Generali Davis. Po. Ky në atë rast pa me sytë e tij se si ai përfaqësuesi gjerman po i paguante këta me para. Edhe e pyeti atë, i tha, "Po si? Po kështu e kemi ne tha, i paguajmë këto rregullisht për punën që bëjnë." Edhe për pagesë pra. Po, pra është një bashkëpunim edhe një përfitim. Dhe nuk është një herë, se ka ndodhur kjo një herë. Jo vetëm ky, po edhe të tjerë, edhe në botimet e huaja, po edhe në botimet tona, edhe në dokumentat gjermane. Dokumentat gjermane hapur flitet për bashkëpunim me ballit me forcat e Wehrmachtit. Atë hapur thonë që e kemi pajisur ka disa kranin me 8.000 pushk për këtë punë. Ose hapur thuhet që kemi vënë ballit këto detyra, në këtë sektore, në atë sektore etj etj. Hapur thuhet në operacion e dimrit dhe kemi vënë detyrë forcat e ballit që aty ku e çlironin në thojza, sipas tyre fakte e ripushtonin një territor, balli të vinte o para tyre o pas tyre për të vendosur administratën e vet. Në fakt, sa largoheshin gjermanët, ballistët ishin zot ta mbrojnë atë administratën e vet. E kuptoj. Edhe tani bëjnë fjalë për gjë e luftë civile. Po ty ka vënë pushtuesi këtu. Ka vënë edhe detyrën edhe parat. Më kthe edhe një herë te fotoja të lutem që sapo kalove ishte Enver Hoxha. Vjen momenti që nderohet lufta jon dhe të gjithë e bëjnë këtë gjë, nuk mund mos e bësh, pavarësisht se në kohën kur drejtonte PD-ja ndryshonte datën, nuk ka rëndësi. Askush nuk guxon të dalë kundër faktit që ky vend ka luftuar publikisht, zyrtarisht. Ndërkohë, askush nuk e përmend faktin zyrtarisht kush e drejtoi luftën. A mund të themi ne që Enver Hoxha drejtoi luftën apo jo? Po. Enver Hoxha është komandant i përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare dhe drejtuesi ose si Partisë Komuniste Shqiptare. Ose si saj zyrtar, spaku që nga 17 marsi vitin 1943 kur bërë konferenca e parë e vendit. Po dhe më parë, në konferencat e 42-shit dhe aktivet që u bën në Tiranë, u ngarku me detyra të rëndësishme në udhëheqjet të Komitetit Qendror. Pastaj, me drejt korrik, ai ishte komisari i shtabit përgjithshëm. Po duke qenë njëkohësisht edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste. Qenja në Partinë Komuniste nuk e bën as pak, do thënë, pa efektshme punën e saj në pikpamjen e luftës nacionale shqiptare. Se Partia Komuniste nuk ishte një parti që kishte në programin e saj atëherë një qeveri klasore, qëndrime komuniste, etj etj. Programi i saj përfshinte ishte një program antifashist që përfshinte çlirin e Shqipërisë. Dhe vendosjen e një demokracie në Shqipëri, hapur. Kaq. Shqisoj, nuk mund flitet për luftën nacionale shqiptare, mos flasësh edhe për Enver Hoxhën. Ai është një personalitet politik i njohur. Ka që e kritikojnë. Historia bëhet edhe me afirmime edhe me kritika. Por ka dhe nga ata që shkojnë në një lloj ekstremi të çuditshëm. Thonë, po ai komandant i përgjithshëm, pa s'ka shkruar një pushk, pa s'ka drejtuar një betejë. Nuk i kërkohen komandantit të përgjithshëm as të hap zjarr vetë të vrat 1-2 armiq, as të jetë në krye të një betejë, sepse gjithë komandantët e përgjithshëm të vendeve atëherë antifashiste, që nga Stalini, Churchilli, Roosevelti e tjerë, nuk drejtonin atje në vitin e parë. Drejtonin në bunkeret e tyre që ishin të futur 16 kat poshtë, sepse ndërlidhja aty si vendosur. Dhe ndërlidhja, nëpërmjet ndërlidhjes bëhet ai komandimi dhe drejtimi i trupave. Ky është drejtimi. Në mesjet, në kohë Skënderbeu, të më vonë në kohë Napoleonit, duhet të rija aty në vend komandë mes trupave, sepse s'kish telefon, s'kish radio, duhet ta jepë komandën aty më herë dhe korrerët të shpërndarin aty sa më shpejt. Pastaj edhe vetë formacionet e luftimit luftonin me shpatë,
distanca ishte e vogël dhe formacionet ti ishin afër. Në kohët moderne, armatimi modern ka bërë që formacionet të hapin shumë, sepse po s'u hap formacioni, me pak plumë ma vret shumë njerëz. Pra, punë e komandë përgjithshëm është të drejtoj. Dhe po të nga hyjë Partia Komuniste e Shqipërisë dhe Enver Hoxha, atë objektiv që i kishim vënë vetes e realizuan. Shqipërinë e çliruan. Çlirimi i Shqipërisë është mjerit pikërisht e luftës antifashiste në fascisëm.